se si do arrin të menaxhojnë këtë rast situatën në Gaza. Po megjithatë, a ka gjasa që ta pengojnë ndoshta Kosovën në drejt Bashkimit Evropian? Pjesëmarrja këtu. Duket ende herët është të flaspi, Kosova faktikisht nuk është kandidat. Megjithatë, atje dëshiron të shkoj? Po, kuptuat. Tom drejtë nuk e di edhe ardhmja e Unionit Evropian, si do Bashkimit Evropian në këtë rast, si do jetë. Trumpi po është duke punuar më të madhe që ja ka të shtetet i tërhiq. Qëllimi i Trumpit është ta dobësoj, mos thëm ta shkatërroj Bashkimin Evropian, ta demoloj. Sepse ka iniciativa ku vlitet që këtë përmes hungarezëve, polakëve, italianëve dhe slovakëve të mundësisht të bëhet tërheqja këtyre vendeve nga Bashkimi Evropian. Por këto janë momente të cilat nuk zgjasin, mandati i tij është 3 vjeçar dhe do thotë procesi i tillë nuk ka të bëjë që mundet të ketë. Nuk e besoj edhe Britania e Madhe largimin që ka bërë nga Unioni Evropian ka qenë i rastësishëm. Do thotë është një konturë e tillë edhe forca të tilla që mendojnë që një organizëm i vendeve të tilla, siç është Bashkimi Evropian, mund të jetë fragmental dhe ndoshta edhe fund jo i mirë. Por ne flasim për momentin... Beson se mund të pasohet edhe me largimet të vendeve të tjera në vitet në vazhdim? Mund të ketë, më duket që në momentin e fundit lokomotiva e Unionit Evropian, këtë rast Gjermania dhe Franca, kanë bë hapa jashtëzakonisht të mëdhenj, dhe vizita atyre në Kinë dhe në Indi, ta shpritet edhe Mersit në Kinë, dhe kanë deklaruar në farë mënyrë edhe vetë kancelari gjerman që ne kemi rrugë tjera të cilat mund të lidhëm interesat që kanë të bëjmë me aspekte strategjike dhe geoekonomike pikëpari. Dhe kjo mendoj që në një farë mënyrë tregon që Evropa dëshiron të jetë një lloj independence ta fitoj në raport me ato që ka ndërmarrë trupi, sidomos në aspektin e tarifave. Dhe kjo ka qenë pika, më thëmë, më dobët në cilën duket që për amerikanët nuk ka sjellë shumë mira në aspektin afatgjat, sepse pastaj krijohet një aleancë tjetër, sidomos në polin azisë e largët me Indinë dhe Kinën. Dhe kjo në një farë mënyrë, sepse krijohet treg, për shembull, India me Evropën ka 2 miliard njerëz, që është një treg jashtëzakonisht i fuqishëm. 550 milion evropian, 1.4 miliard indian, krijohet një treg për shkëmbim i cili është jashtëzakonisht i fuqishëm. Dhe kjo duhet të thënë, por aja Kosova ambicjet i ka, orientimin e ka, organizata, BE apo që se ka prioritet të saj hyrje në shpejt të vendet të Ballkanit Perëndimor, duhet të ketë kujdes që në këtë paket të jetë edhe Kosova. Për ndryshe misioni në Ballkanin Perëndimor në këtë rast do jetë i cunguar. E qartë. Biralli, faleminderit shumë që ishe sot në studio.